Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me podcastin e radhës Arena Yjov, I cili është prodhim I Telegrafit dhe çdo javë transmetohet edhe në RTV Dugagjini. Ky podcast mundësohet nga kompania e mirënjohur Exfis, ndërsa sot jam së bashku me kolegët e mi Lavdin Pireva dhe Bard Maxhuni. Do të mundohemi të bëjmë analizë rreth Ligës së Kampionëve, do të flasim për Superligën e Kosovës, por edhe për Kupën e Kosovës, ku tashmë kanë mbetur vetëm 4 skuadra dhe po shkojmë drejt trofeut. Apo jo Lavd? Një javë e mbushur në futboll, si zakonisht përqendrimi I krejt është e Liga e Kampionave të shorti. Tashme këtë shortin e ri dihet edhe rruga deri në finale edhe mund mu parashiku ma let se përporan çdo gjë rrugën short tash e dim pe Një tetës drejt finales kush me kanë mëndet më përballë dhe çka na pret rrugës. Edhe këtë vit Liga e Kampionave po del me kun shumë e fortë, me rezultate befasuese, mos të harrojmë Interi u eliminu pe Bodoglimtit, Juventusi pe Galatasarayit. Qa pat befasi tjetër, a pat një tjetër. Deri dikon edhe Atalanta me Dortmundin. Po Atalanta Dortmund edhe Atletico me shumë mund ndeshjen e parë si baraz në dytën bum me Bruges, do me thonë e sheq edhe këto ekipet që janë ma të vogla po arrit me marrë rezultate dhe po del që sistemi I ri është mjaft I qëllum. Po. Tash janë met edhe 16 ekipe, secili besoj e ka një favorit. Unë e vazhdoj me të qëndru të Arsenali si favoriti jam për me fitu Ligën e Kampionave. Po ngarjen edhe Barcelona, Liverpooli, Parisi, Reali, City, Bayern në qytë cila me të fiton pjeshinë nuk është nëjë befasi shumë e madhe. Po I kem edhe do ekipe që kanë kallëzu futboll interesant edhe mujnë me befasu rrugës. Më thonë, Tottenhami për shembull u hi direkt. Po. 8 në kampionat është lëmë. Njëjtë edhe Newcastle. Po. Në kampionat është lëmë Tottenhami. Shumë larg objektivave edhe Newcastle në kampionat. Po në top 8 kanë arrit me hi në fazë të ligës që ja ka mundsu me hi shërtash. Janë sipas me për këtyre të ndeshjeve dy janë shumë të forta. Është Parisi me Chelsea që e konsideroj si lojë barabart, edhe Real Madridi me City. Tash që kjo loja e dytë të shkon për në 5-6 gjetëve, I shkon ashta finale shumë fort. Po sot që po vinë në këtë pjesë të ligës, dyjat me shumë mungesa, me munges në loj, me City ka bo shumë transferime, po lojen që din me lu dhe din me shtrun nuk janë të mujt me arrit, si kampionat, si Champions. Realin anë tjetër me ndryshim trajnerit, I bani do fitore, po prap u fut mini kriz, kisha thonë. Po. Edhe të rezultate për dhe të lëndime, se kur të menesh shumë lojtari ju kanë lëndu, pe ty në kryesori Mbappe, Mbappe është 50% ekipës. Edhe Jude Bellingham. Bellingham ju ka bo bajagi një kohë. Ata shka shty lëndimi. Ka pas mu këty këtë për sezon të ndeshjet e qerek finales, po ju ka shty lëndimi deri në prill. Për shkak se ju ka rikthy qaj lëndimi që e ka pas prap. Do me thonë rikuperimi shkoj ke mirë, po sipas media ju rikthy prap. Kështu që u zgjat edhe periudha e rikuperimit. Ty lojtar Rodrigo I ka kaput ligamentet, të ka hup edhe botërorin, do me thonë pjesën për defanziv mos folim, Reali ka problem tash 2-3 vjet me që nërbrojca që lëndohen shumë shpesh nuk lujnë. Po prap kjo lojë mund me sjell emocione. Po, si s'ka ditë gjithmonë. Janë dy pikundërshtare më të mëdhej 5 vjet e fundit. Po në për një nuancë shumë Manchester City të favorizum, shkoku I
që përmende lëndimet mungesat e shumta të Realit, po edhe ndryshimi i trajnerit, domethënë Realin këtë sezon e shoh pa trofe, do të humbë gjitha garat, pasi se e nisën keq, edhe po besoj që kanë me përfundu keq. As City e kena pa një ngritje të lojës nivelit ty në ndeshjet e fundit. Kështu që po besoj që në këtë çift e shoh pak më të favorizum Cityn. Ndërsa edhe ndeshjen tjetër që thamë është dy prej më të fortave, e shoh për një nuancë Parisin prap të favorizum. Por nga gjitha ana e majt i qëndroj mendimit më hershëm para se mu zhvillu ndeshjet e play-offit, ku më thonë që Bayerni dhe Arsenali janë dy të skuadrave favorite ose më të kompletume. Në anën e majt, sigurisht është edhe Liverpooli një ekip shumë i papërshtatshëm që mundet me befasu, pasi që kërkush nuk me cilëson si favorit. Po prapë se pra Bayernin e shumë atë kompletum edhe ma skuadër që i ka pas vazhdimsi, kështu që nga ona e majt e shortit e shoh Bayernin skuadër favorite për të arrit finalen. Dërsa nga ona e djath, kem do qifte pak më dopta, me thonë kështu, pasi që Arsenali po besoj që është një favorit shumë i madh ndaj Leverkusenit. Barcelona gjithashtu me Newcastle nuk po besoj që ka me pas problem. Janë taku në grupe e ka mujt Barcelona. Edhe ka mujt në udhëtim në Angli. Plus e thamë që Newcastle nuk është nivel shumë i lartë këtë sezon, pasi që gjithashtu kam pas problem me lëndime, po edhe me transferime, s'kan arrit Alexander Isakin me zavencu. Edhe pse filloi mirë Nick Wollmode i Gjermani. Ndeshja më e barabartë, po besoj ka me qenë Atletico me Tottenhamin, po prap Atletico skuadër ma me përvoj. Kështu që një gjysmë në mes Arsenalit dhe Barcelonës e shon këtë anën e djathtë shortit, dhe edhe pse ju më koni bindur që Arsenali mundet me fitu këtë trofeun, tashma si që u bëhet qartë rruga drejt finales, mundet me has shumë vështirësi me Barcelonën gjysmë finale, dhe shumë let Barcelona mund me kap finalen. Që kjo parashikimi jam dej këtu. Njëjtë po menoj edhe si shkumbini për anën e djathtë, gjysmë finalja Arsenal-Barcelona, kurse në anën e majt, nëse dal prej petkut tifozit, Reali besoj Cityn e ka lënë, edhe pse Reali është i hendikepum që përmenëm ka shumë mungesa, po edhe City që është ta lavda nuk është ma City që ta ngjall frikën, pra dominon, nuk është ai ekipi që dominon, ndeshjet i fiton, po jo me atë frikën që ta ka ngjall para disa viteve, kur u përball Reali me ta se tash po dihet 5 herë, veç se ju ka ra mu përball rresht. Këto çifte tjera e përmenëm Galata me Liverpoolin, edhe këto dy ekipe janë përball në fazën e grupeve, ose fazën e ligës tash shkruajtojnë. Po besoj që pak probleme ka me pas në Turqi, po me qenë se ndeshja e kthimit është në Angli, po besoj që Liverpooli arrin me kalu në çerek finale. Në anën tjetër e kena një përsëritje duelit Paris-Chelsea që ka edhe finalja e Kupës Botës për klube. Po besoj që Parisi nuk ka me bo gabimet e njëjta që i boni në finale të Kupës Botës për klube. Besoj pak edhe e kanë vlerësu kundërshtarin. Pra po them çerek finalja Paris-Liverpool. Paris-Liverpool mandej është një ndeshje shumë e mirë. Ndoshta ndeshja më e fortë së bashku me edhe anën tjetër kënej Atalanta-Bayern, po besoj që Bayerni arrin mu kualifiku në çerek finale. Real Bayern, unë mendoj që finalisti prej anës majt vjen prej kësaj përballje. Real Bayern. Po, Real Bayern. Bayerni është një ekip që po shënon shumë,
po pranën golla mosh një ekip që po dihet çka kërkon trajneri prej lejtarëve dhe lejtarët e dinë sakt, domethënë çka duhet me bë në fushë. Kështu që nëse dhoni parashikim 5 gotë shumë për finalen, prap një avantazh jep Bayernit për me kalu në finale prej anës majt, kurse në anën e djathtë Arsenali tash është ngar dy fronte, njëjtë edhe Barcelona kënej në ligë, po Barcelona prap besoj do se ka arrit rezultate të mira, prap mendoj që Arsenali për shkak të mbrojtjes të fortë, se për shumë këtë sezon që është një Arsenal që edhe shënon po pranon shumë pa gola, sidomos prej rivënjave këndores tash janë shndruar me dhon mak për kundërshtarët. Kështu që unë e shoh finalen Bayern Arsenal edhe për fituesin nuk e di, unë besoj ka me kon i shkon një finale spektakolare. Bayern Arsenal unë besoj që prap ja kisha dhënë një avantazh Arsenalit për shkak të kësaj frymës që u kriju këtë sezon. Fal rezultateve që i kanë arrit në ligë, fal konsistencës që e kanë pas këtë sezon edhe të gjitha këto. Unë në finale e shoh Liverpoolin, këtë po keshin. Arsenal Liverpool, a ditë këmëton Liverpooli ka me mujtë me konë një befasi, edhe pse vjen për një humbje skandaloze me Wolvesin, edhe veç u shkëput pak u met ato, edhe në top 4 rrezik se Manchesteri është ato, Chelsea është ato. Po këtë po hupin, se Aston Villa hupi. Po, diste barabarta me Chelsea, edhe për Manchesterin. Po edhe hupi. Edhe hupin. Po dhe shkojnë 5 ekipe në Anglisht. Po, tash e ka avantazhin, po. Të Paris Chelsea, që dha bardhin finale, Chelsea kon ekipi që ju ka kundërvy Parisit mas mire, taktikisht, po Maresca ma nuk është. Nuk është, po. Edhe atë presionin që bën Parisi, Chelsea nuk e vujti, arriti me dalë dhe me kriju edhe me dhon golla, po besoj Parisi është ma i avantazhum këto momente, ekipi njëjtë, trajneri njëjtë, edhe zakonisht këta pe i marsit e anej vesh e marrin formë dhe nuk lipin kur. Galatasaray po besoj që e ka arrit kulmin a dit me Juventusin Juventusi pa pjekonia e ekipit boni që më eliminu në 2 lojë 2 kartonat kuq shumë herët edhe ja prishi balanca se më po besoj që Juventusi kish eliminu. E Liverpooli nuk e konsideran, po besoj që lojën e parë na shtatë që ta bardhi mund me pas probleme në Turqi, po në lojën e dytë Liverpooli e neutralizon shpejt. Shumë shpejt. Për Real Madrid City shkaku i mungesave, edhe pse Real Madridin sa herë tifos të futbollit e llogaritin që u dekës mundet me bo kur gjë Real Madridi e bën të kundërtën. Është qift që thash më herët shumë i fort, po besoj që City kalon, Bayern Atalanta Bayerni, gjysmë finale Liverpooli e eliminon Parisin edhe shkon finale, ndërsa Bayern e thash Bayern Manchester Bayerni, po Bayern Liverpool Bayerni unë mendoj që është shumë i fort, po i mungon përballja me ekipe të forta. Në ligë vet nuk ka ekipe të forta. Dortmund është ekipi kundërshtar për momentin më i fortë, ai bën be Atalantës. Domethënë kur të mungojnë përballje shumë të forta me ekipe që në Angli për shembull, ose tash nëse Serie A ka rëmje është normale, po përballje të forta ki, domethënë ekip 5-6 ekipe shumë të forta. Në Gjermani nuk e ki këtë rivalitet. E që kjo mund më juak mirë Bayernit, plus ato e ka një trener shumë të mirë me perspektivë, po është viti i tij i parë me një klub të madh. Po besoj që mundet me
me eliminu Liverpoolin. Që kështu Liverpoolin pejonës majt, e pejonës djath, unë po besoj që gjysmëfinali është Barcelona-Arsenal, që po mendon edhe jo. Me Arsenalin ma të avantazhum, shkaku që Arsenali pëson shumë pa golla edhe në si ndeshje me eliminim është shumë e rëndësishme. Kështu një finale angleze Arsenal-Liverpool që e kysh kurorëzu edhe që ngritjen e futbollit anglez viteve të fundit. Se edhe kur e shef fazën e ligës, i ke pas këtë ekipet Anglisë në top 8-shë. I ke pas, Tottenham, Chelsea. Po Tottenhami u hi, Interis u hi, për shembull. A vjen kur Tottenhami Newcastle u hi, Real u hi. Tash matematikat e ndeshjeve të fundit shumë kanë ndryshuar shumë pozicione, për atë arsye tash. Po këta i fituan ndeshjet e fundit, Real si fitoi edhe Inter edhe metën në play-off edhe u eliminun. Domethënë Inter u eliminu, Real tash i bën një shërt i tmerrshëm ku ka mujt miro shumë një shërt më i pavarshëm që me kur e shenin kiton kena ndeshje Bodo-Glimt Sporting. Që mi a thonë dykojna të këta në Europa League kanë. A vedin shifte Europa League-ës, po njona për këty në shkën qerek finale kur të menajsh. Dhe me thonë edhe që ky sistemi potencialisht në gjysmë finale. Po befasia betë. Që Se këna ketë shortin pa befasia bënëm. Po dhe. Që kështu po thëmë, Arsenal-Liverpool i shkon kurorëzimi i rritjes futbollit anglez, i rivalitetit madh që ekziston këtë kampionat, i yjeve, i harxhimeve, veç këtë vit prap 1 miliard euro transferime, veni 13, i 14 harxhon më shumë se Barcelona, Real, Juventus, Interi, në pat kalimtar, është fuqi financiare edhe ja kanë arrit me tani edhe kombëtarën, s'kem çfarë folëm Anglia në vitet e fundit ka pas rritje dhe llogaritet përpara se kanë llogarit kur favorit, sepse ka pas ekipe shumë të forta tash. Me një finale, shohin top 4, a në Anglinë e shohin edhe si kombëtarë se u rrit si vlerë. Liverpool Arsenal i shkon po besoj një kurorëzim me Arsenalit që i kisha jep gjasa nëse kish më rrit 60-40 domethënë. Edhe pse Liverpool më ekspert ka luajtur shumë finale. Allah shkoftë që kjo finale e mund Liverpooli. Arsenali le të lutet mirona i kundërshtar tjetër. Edhe Arsenalin pe akuzojnë për lojën, që e lexuan në tekst një ditë, Premier Liga është gati 24-25% golla vijnë për ndërprerjeve, sidomos për goditjeve për këndit. Edhe shkoki i Arsenalit, këtë ekipet tash nuk po dojnë me qut dëm goditjet për këndit dhe janë të menu strategji ose edhe ansuret me dorë kur janë ofër zonës. Kam punsu trajner ekstra veç për goditje standarde. Ama Arsenali nuk mundesh me akuzu për çfarë se është një klub që ka fituar më të titullin. Edhe këta ta shunet shakon tifoz edhe me dorë mi dhon goll atë këtë veç me bë kampion, a vjen s'ma kish ni se shumë gjatë. Që kështu po besoj që kjo është më shumë Arsenali si vjetën në stil të Machiavellit. Nuk zgjedh mjeta skurzovish. Në arrit qëllimin edhe pa drejt që po akuzojnë trajnerat e ekipeve kundërshtare po akuzojnë Artetën pse po lun kështu. Ky e ka gjetë një formulë për mi fitu ndeshjet edhe kjo formulë me shumë gjasa po ja sjell titullin kampion. Kur Arteta Brightonit pas ndeshjes me Arsenalin u vrejt një tension një nervozizëm i tij. Jo për lojën e Brightonit, për shembull për lojtarët e tij pse s'kan mujt në shfrytzuar një rast, po për lojën që ka bërë kundërshtar. Po faktikisht ai i arriti me fitu 3 pikë, kaq kërkohet prej. Ata nuk po dojnë spektakël, ata nuk janë. Arsenali kur bën spektakël që 3-4 vjet ose që prej që luan futboll është ekip spektakolar Arsenali. Është për aty që luan mas miri futboll, gjithmonë. Gjithmonë, si në epokën Wenger, po edhe më vonë me Emerin e me trajnerë atjer, ka bërë gjithë futboll. Edhe ka po që si rezultoj mjaftueshëm i suksesshëm, edhe kërkush si tha bravo, ose po lujte mirë, bravo, po luan mirë, po tani në fund tifoz tjerë i kanë ngutë se arrit qëllimin i trofejnë diçka. E vërtet. Tash e ka ndryshuar pak strategjinë,
dorë me arrit e titulli edhe kur e shohëm se cilin vet ose se cilin epokë të klubave të mëdha për kanë zgjedh çit strategji loje për me ardhur. Edhe Interi u ngop në Itali të fitu trofe, u dash me marr Mourinho me pruni stil loje për me arrit një trofe, ma fort për me arrit një trofe evropian. Edhe ç'ashtu, për me thy Barcelonën duhet me marr Mourinho, me lu fort mbrojtjen kundër Sulmshvejt. Ose Ancelotti kur e fitoi Champions League-ën, domethënë kur gjë ma bukur se Arsenali s'ka lu, domethënë u akuzu të kohën për lojë defanzive, Reali për lojë me kundër sulme, po thjesht trajneri e zgjedh çat strategji, nëse o fituese ati rezultat e suksesshme do të mja e kapelja na vjen bravo ti e gjetë mënyrën fituesi mbasane gjithmonë nëse një ekip ka diçka më ekstra më ndryshe bën gjithmonë ka zhurmë me moj mend Nikos të kseti gjujkja utat levënjet me dorë gjujke pe 30 metra pe gol gjithmonë e ka pasur della edhe Vengiri çfarë po të bën nervoz sa do të më anisa mbi çit me kom jo me dorë levënja tha me kone barabart për krejta, që me mujtë ketë me gjutu në zonë me kom, me sit me kom, me thonë, nëse ti bën diçka ma ndryshe, gjithmonë ka më, që tjerë s'mujnë me bo, për shembull këta na kena thonë edhe ma herën për të ketit kalun, këta i kanë këtë vine mbrojtjes shumë gjatë, me sushorin e kanë shumë gjatë, Arselmus kanë gjatë, 7 litari ka Arsenali shumë gjatë, 1985. Edhe shfrytëzon këto, është çatë ekipe ka tash, na s'puna me prit për Arsenalit me lu tiki-taka me këta litar. Ja, nuk vona. E kanë gjetë mënyrën e ka po që me rivënje pe këndit mundesh me rreziku edhe ju ka dalë shumë lojë, shumë i kanë zbloku. Edhe më do kënu më shumë 24% e golla në Premier League, 25 shënuan pe rivënjes pe këndit. Edhe tani këshyrshin a mund më regullu kjo se referat jo pe prek po shtyhen një për tjerit për jazën zonën mos milon njëlla për ideve kjo mos milon lejtart me him 5 kur para se me ekzekutu po ka pro edhe këndër se nëse kiti lejtart gjatën e kësha thënë ku du shtet rrinë në ekipi jemë që kjo dhe unë Arsenalin këtë është me sulmu për mënyrë të lojës është se që Sovjet s'ka fitu trofeje dhe unë shumë shpresoj për ata shumë të vëzë të Arsenalit që kjo vetë është i tyne dhe fitojnë Premier Ligën ose Ligën e Kampionëve pas që ta shkumbini me futbol të mirë, spektakël gjithmonë ka bu futbol të jashtëzakonshëm, po trofejt kanë mungu shkon mirë që edhe mu balancu pak se vitet e fundit Liverpool e ka fitu, City ka fitu shumë herë Chelsea pak shumën e ka fitu. Po prej tash e meriton. Sidomos një trofe evropian, po dhe Premier Ligën se jo mbush shumë vjet, po një trofe evropian Arsenali e meriton kështu plotësisht. Mi a dhon meritat. Edhe çai ka dhon futbollit. Po. 3 dekadat e fundit. Në Premier League veç diferenca 7 pikë nëse nuk gaboj. Me një ndeshje ma pak, po besoj që nuk gabon mu Arsenali. Se po lun me cinizëm e kena përmend disa herë, po dën me fitu edhe të mund, 1-0 edhe u kry. A dhe me Wolverhamptoni, nuk e keqa i Wolverhamptoni ketë është veç ku që registru është e fundit Europë i ligë, po krejt dhe pikë pjo merë, mujti Aston Villën, Liverpoolin, këty në barazim, të kishin luat api fillimi që shdo, ishin konë luat për Evropë. Adet Arsenali një pakujdesi, një dalje për tjerit, nuk u morë vesh me qëndërmbrojtësin. Magavanis. Po. Tu për zonë. Bjen Qyshi japin gullat vetë, e hangrin gullën. Bjen për qëndrimi, po besoj që në Premier League nuk e diskuton si vja titullin. Në La Ligue e pom që mrena 2 javë ndryshoj situata sa u bu Reali lider edhe unë gjallën emocionet jo titulli jo 2 ndeshje 2 humbje Zidane me flok Arbeloa se i fitoj 2 loje ka mujt Vallecano'n edhe Majorkën e shumë i fort, 2 fitore real. Edhe hupi pe Getafës tani edhe
Pe kujt u bidher. Ja, unë besoj që gabimin më të madh Reali, edhe ky gabim që ata ka me qunë këtë sezonin si dështim është largimi Xabi Alonso, domethënë një klub aq i madh me marrë atë vendim aq shpejt kur ngar është hala, domethënë lemon atku, domethënë ngar kështu as gjysma e sezonit çon. Si në Champions, domethënë ai vendimi i tij, domethënë me hek, ai hek duhet për nai Guardiola, po me nai Klopp. S'po di nai trajner që mund me kon qarkullim, se pe trive është një pej më të mirë, ti mund është me marrë në atë një nivelit, dikon tjetër bezojna. Edhe i dëshmu se e fitoi Bundesligën, e shkoi në finalet ligës. Po dihet që shkaku i përçarjeve brenda grupit u shkarku, se unë nuk e besoj që Bordi ka marrë vendimin me shkarku ato shkaku i rezultateve, edhe pse nashta ju ka dhimbë shumë humbja në finalet Superkupës kundër Barcelonës, po dihet tash kampet si çdo klub të madh që mundën me ekzistu egot. Po. Reali klub i mbushur me yje. Po. Tash Viniciusi për shembull unë mendoj që është personi kryesor që ka ndiku që ai mu shkarku, për shkak se dashnia e madhe e Perezit për Viniciusin, edhe kënejta është pak nacia e lejtarit, kur Xabi Alonso shpesh herë ka zëvendësu gjatë ndeshjeve edhe u kriju një lloj krisje mes trajnerit edhe lejtarit. Ja, urrashin. Vazhdoi që çashtë sezoni, ata dy, ai në stal, ai në fush, kish kërsit edhe boksi atë. Këtë ka ndodhur kjo në El Clasico me Barcelonën, kur e zëvendëson El Clasico e parë këtij sezoni, ku ai e din tash vetë shkon zhveshtore, mesazhi që e ka jep ai nuk u koni mirë, pavarësisht se mas ndeshjes trajneri ka thonë, je kena sharu, nuk ka problem, po janë do sene që vrejen, masane edhe në vazhdim po besoj që kjo ka ndiku krejt. Ndryshimi i trajnerit, tashma e përmenëm edhe kur folëm për short mungesat, Lodha tha Mbappe, i vetmi lojtar që ka shifra 2 shifrore në rreth këtë sezon. E shpik gollën, Mbappe e shpik. Shumë lojt Real Madridit, si vjetë janë vendos prej aftësive ti sulmuse, sidomos loja me Villarrealin 0-2. Po. Ai 2 gollat i jep, nëse penaltia është në fund ato, po 95 me qetësi e jep gol. Edhe u kon ylli i ndritun i Real Madridit në qëtë sezon. Tash është edhe lejtar tjerë kanë ramje, ai mbrojtësi që morën me Bournemouthit, Din Hussein. Edhe pse Arnoldi u kthy, pa 2-3 muja shushë. Po 2-3 muja, po mbrojtësi majt po besoj që ka gjetë vetën mirë, ai ka më bë lojtar i mirë. Po transferimeve çaj është pak konstabil. Po lojtar i mirë, edhe ka me luajt gjatë në Real Madrid besoj. Shatë edhe me sfush probleme, mundohet me gjetë një formulë, po është problem kur i ki gjithmonë çdo javë 4-5 jashtë. Për që ata në La Ligue, edhe pse Barcelona në lojën e fundit kupës met pa 2 anësort, Balden edhe Hunden, e shumë ma të avantazhume me fitu titullin. Me fitu titullin se ata do lojë të vogla ma nuk i llogarisin. Vendas Barcelona, vendas nuk ga bën. Gabimet e fundit që i ka në ligë, i ka me Sociedadin, edhe me Gironën 2 aty ka me Musafer, po. Vendas është 2-0, 3-0, 4-0. Ose na ekip shumë e fort, jona bëj 4 të parave që mund mju koqit, për që ata e shumë atë avantazhum Barcelonën me fitu titullin edhe fazën e sulmit i ka lojtarët. Tash në Lewandowski që të besu si të kaluën, po është ka pos probleme me landime, shka 2 shifrore për shembull gollave, edhe pse edhe ai po merr kritika. Po kur e krahason ti me Reali me pas dikon që jep golla që Mbappe si ka ato shifra, po besoj ishin do të kënaqen. Po. Për shembull është Gonzalo, po ai nuk është minuta që të garanton. Jo minuta nuk është që s'ka. Tash në fund. Po s'fund mja ka nisë marr minuta, po prap. Vrejet që nuk e kam vështirë s'ka pjekuri. Është pak e vështirë për të direkt prej ekipit dytë me hi në ekipore dhe me ketat të prishmëri që i kanë tifozat Bordi. Sidomos presioni në Real Madrid është presioni shumë lejtara dhe i ka... Po, dhe shumë i madh. Po. Për një djallë të ri që ka lujt.
ekipin. Edhe unë e shoh Barcelonën të avantazhume. Dhe po besoj që me qenë se buni që kalimin që jam mur pozitën Realit, nuk e lëshon besoj deri në fund edhe e kthen titullin në Camp Nou. E vota aktuale. Po, nëse po, me se dueli mes tyne, Po e ka po besoj të fundin e ka festun Luis Olympic. Camp Nou, po. Muintic. Po, në Camp Nou. Barcelona edhe pse po mund për financave, se ale se ka rrit regullin në sa ki tyra me pas. Edhe paga. Edhe paga dhe transferime, kështu. Që po besoj që në këtë vit, nëse arrin minimalisht dhe në gjysmë finale dhe e fiton La Ligën, veç ka me pas funde mjaftueshme dhe bo transferime, me pak, me 2-3 lejtar që te Ose tash është e qartë edhe kon mundet me largu, ko futbollist që mund me largu që i sjellin tarme. Casado mundën me shit lirisht 40 milion pa në Angli, po në Angli, po. Në Angli atje di. Në Angli, po si në Itali, kush 12 milion se aja. Edhe si Casado Interi e Huazaj. Aslanin, velet ma i mirë. Se pak në Torino, pak në Besiktas. Edhe objektivi kryesor i Barçës dihet është Julian Alvarez. Edhe po besoj tash ato lunë edhe dëshira e lojtarit. Po. Për shkak se nëse ai vendos praktikisht mu largu prej Atletik, ose nuk e besoj që një ekip vendos me majt me zër një lojtar. Po. Edhe po besoj që nëse arrin që shta lavda me kriju edhe disa funde prej Championsit tash që është ngar hala, po besoj që objektivi kryesor në verë ka me kon transferimi i Julian Alvarez për me zëvendësu Lewandowskin, po potencialisht edhe një qendër mbrojtës. Qendër mbrojtës gjithçysh, ma shumë ka nevojë. Bastoni është në këtë sondazhet e tyre të mbrojtëve ju del që është mbrojtës i duhur. Që ose pi u vjen me transferim të majt. Një profili Bastonit i përshtatet krejt ekipe të mëdha, ai gjatë në pasime. I shpejt, shumë i saktë pasime, edhe Barcelonës i përshtatet si shumë, se edhe me 2 kulun Barcelona lun kulun ky me 3 të Interi. Me thonë se me shoqëror qendror hin në mes këta 2 qendërbrojt atecin ma përpara, ai i shkon nëse veç Interi e kish leju me i shkon për forcem 10. Po na bëtojnë ashtu se edhe për Liverpoolin kena thonë, për lojtar që i mur Liverpooli kam i myt krejt, po peshohëm. Rezultojnë ka herë. Po, ka herë e prishit mirë, sa e pat ekipin shumë mirë. Me 3 me shoqër që shlujke me atë kolumbianin kra që po del Luis Diaz super transferimi i Bayernit, te këta po lun kodi gap këtash. Më thonë, e shet që kanë erë do vendime që merren te klubët, mujnë mu do këtë mira për momentin, po kur t'ja nisin ndeshjet, e shet që janë bot gabume. Po tash nëse shumë tash veç masi e përmenëm transferimet e Liverpoolit, këtu ka ndodhur një jo me thonë gabim, nuk pe di shumë gjetë qarën e dur, po për shembull ka dalë të kesash edhe klubit edhe lojtarët, kun po përmeni Florian Wirtz, për shkak se ai u kërkua edhe prej Bayernit, u kërkua edhe prej Liverpoolit. Tash Liverpooli kur e mor Florian Wirtz, ajo treshja mes fushës, Shedim, Gravenberch, Szoboszlai dhe McAllister, ajo u shpërbë se për shkak për me i kriju hapësirë këtë informacion, ata tash kalun 4-2-3 edhe njëri prej tyre me t'jashtë. Tash e kena poshtë për shesh Szoboszlai edhe mbrojtësi maj. Idiot, po. I ka lu këtë pozitat. Edhe po besoj që Liverpooli nëse ish mjaftu me transferimin e Ekitikës edhe Isakut, edhe nëse kë e kështë zgjedh Bayernin para Liverpoolit, unë mendoj që për 2 part tash ishim kanë të fol për rezultat për Liverpoolin, për rezultate e tjera, për Wirtz. Po besoj që kish pas shifra shumë të mira Bayern për shkak se edhe dieta i kalu atje. Po, shumë. Për karrierës vet. Në Gjermani Bayerni bëhet kampion. Atje. Në Itali bëhet Interi, po besoj si vjet është një fitore Scudetto. Veç jo, veç ata janë që mujnë me adërzu titullin dikun, ju kanë dhënë 10 e fundit, 5 vjetin ekipi më i fort. Se diferencë jo. Që 5 vjetin ekipi më i fort në Itali, i shduk me festu titullin e 5 me radhë, as kampion aktual s'janë. Po besoj që vjet s'u ka met tjetër, në janë edhe në ku, po i fiton 2 atë.
Nëse Në s'po Itali. di se Como është e rrezikshme jashtë. Lund Ja, Po jashtë deri ka mund. 4-0, 5-0. të shumë Plus ata Jo, ndonjë e parë ka- Interi ka me shumë rotacione. Kejtë Edhe rezerva nuk e di cili lojtar tha e kena respektu tha shumë. Common, tha kena respektu shumë për faktin se shumë myjet Interit kanë jashtë ndeshjes. Po. Po besoj ndeshjen e ty- kthimit Interi paraqitet me shkiqare ekipin e ka parë. respektues, ata janë vend 4-5 kampionat pikë nuk i kanë bo. Ka që janë ekip që luajnë futboll shumë mirë, një për ekipet që luajnë futboll më mirë në Itali. Dhe në Itali në rezultate s'patë në Evropë ndoshta si vjet, por në Itali ka ekipe që luajnë futboll të mirë. Tash valla pak numri i yjeve i pagesave më i vogël se në plot kampionate, po ka ekipe që luajnë Atalanta luajnë futboll të mirë. Interi luajnë futboll të mirë. Edhe Bologna me trajnerin që e ka pas para këtij. Nëse nuk gaboj, ose Spedia është hala i njëjtë edhe Bologna dedikon po Vincenzo Italiano. licencë për Bologna, po edhe ata kanë pas një super futboll, kështu për sy. edhe she Juventusi ka lojë që luajnë mirë. Milan e ka Allegrin, ai din çka don, pret. Jep ja gol, pret jep ja gol. Jo, aja den hallin e ekipës vet. Edhe Milani për çta e ka marrë, se për ta u konë e rëndësishme mu kthy në Champions League se i ndryshon shifra, domethënë. Edhe Roma. Edhe Roma, po. Me Gasperini, domethënë po Ja, balancume është, për jashtë Interin që dihet se edhe ka diçka se edhe ka në 5 vjet e fundit 2 herë finalet Ligës Kampionëve, domethënë veç shkoj çdo vit e rrit nivelin e ekipit, po përgjithësi kampionati i balancuar. Disa janë është. Mund të thonë që si vjet shumë në Evropë, po mos harrojmë para një vjet vjen këtë garat kanë finale. Finale kanë Interi, Atalanta, Fiorentina. Po. Interi hupi nëse Atalanta fitoi, Fiorentina hupi. Po. Po i pote 3 ekipi italiane në finale. Është Nuk bjen kur këtë për tuke. Jo. Si vjet nashta pak ma dop, po në Champions veç me Atalantën jenë ngarë, po i vyn në restart pak, po futboll të mirë vazhdojnë me bone, unë i shoh lojtë të tyre shumë. E sheh që ka futboll. Tash stadionet nuk e kanë si në Angli. Që pak edhe ta vron synin, po ka ditë luja Roma. Këtë keshin një futbolli ka dalë shumë mirë, tash kur të këshyra vëshen në Angli jepën këtë tjetër perceptim ko këshë luja ma shpejt, gollat këtë po. Këndore, Itali bile pa e bo aksionin gol dhe zbjan. Do ko gja shumë e si lojën për me gjithë hapsinat e se taktikisht. Njaftë e fundit mi marrësh, e pate Roma Juventus 3-3, për kup ke loja Lazio Atalanta 2-2, më thonë ki 2 minutën e fundit që lojë Italia vazhdon me prodhon. Po pajtomi që Interi në Serie A këtë sezon pak u përret. Kthehemi në te hallet tona. Superliga e Kosovës ka nis fuqishëm Sinorin pranveror. Po. Me disa skuadra që po performojnë mirë, disa ma dop, po prap gjitha janë brenda objektivave. Po besoj. Edhe kur kanë kalu 4 gjira. 4 gjira janë ende gjitha brenda objektivave, edhe shumë luftë e madhe si për titull, si për mbijetesë, po edhe për Evropë. E jashtëzakonshme. Një nisje e sezonit ma mirë e dritës. Po. Që i ka rikuperu pikë që i pat me Ballkanin edhe me Prishtinën. Se ishte disa pikë mrapa tynov. Po. Kur përfundoi sezoni vjeshtor, kështu që me rikuperimin e pikëve tregoj që ka me thonë fjallën e fundit për titull, po prap Ballkani edhe pse i pa 2 hapa fals ka mbet pozitën e parë lider, edhe Prishtina me disa rezultate jo të mira, po është afër 2 pikë, ka me lu prap me të dyat në fazën e 4 ndeshjeve. Kështu që po besoj që lufta për titull ka me mbet ende mes këtyre 3 skuadrave, nuk e shoh as se Prishtinën jashtë garës.
se e pom si ndeshjen e fundit me Dritën, edhe pse përfundoi baraz, e pom një lojë mirë për Prishtinës. Po. Edhe pse ka ndeshja me dy faza, domethënë Prishtina fillim pjesës parë luajti më mirë, Drita në fillim pjesës dytë, po megjithatë raste ma shumë të pastra për gol pat Prishtina, kështu që po besoj që deri në fund të trija kanë me rivalizu për titull, përsa për mbjetesë. Ti Bardha, Jo, sheshi më sheva se Gjilani mund të bëj bashkangjit këtu në. Jo, prap besoj që Prishtina, Drita dhe Ballkani janë këto tri. Të morë parasysh që Gjilani, Malisheva nuk janë pjesë e kupës, e kanë veç kampionatin edhe çtu kanë më koncentruar. Po, jo, prap besoj që Pas Prishtina e Dritas janë. Po. Për jashtë Ballkanit. tash edhe Drita ka një avantazh që garat evropiane ka kry edhe ka mu fokusu tash veç në ligë. Edhe po besoj që fati mirë për Dritën që pavarësisht se ka qenë e koncentruar edhe në gara evropiane, prap diferenca, më për shumë që me Ballkanin është baras me pikë, me Prishtinën ka 2 pikë më shumë, ku duelin e fundit unë personalisht prita që Prishtina me fitu, kryesisht edhe për shkak të zonave, po me shfrytzu lodhen e Dritës. Po. Për shkak se po Drita nuk i pat ndoshta as 48 orë pushim prej ndeshjes që e pat me Celjen. Po, qysh e tha edhe shkumbini, njëna pjesë i takoj Prishtinës, njëna Dritës. Prishtina ndoshta me kanë më konkrete në finalizim të aksioneve, po besoj që ndoshta ka mujt edhe me dalë me 3 pikë. Hyn edhe fat pak Po, më shumë. pak fat, po e shumë të vërlani prej që orë 2 ndeshjet me Dritën, edhe në Gjilanën poshtë, 2-0 edhe me Ballkanin që keni ndeshje e mirë prej Prishtinës, se Prishtina futbollin pe bën të mirë kështu. Po do ndeshje prap do gabime ku ndoshta edhe nuk pritet, po prapë në shoh Prishtinën, Dritën edhe Ballkanin për titull. Ndoshta Drita e Ballkani janë mes tyre 2 avion për titull kampionit. Prishtina besoj që nuk e diskuton pjesëmarrjen nga gara evropiane, po shanor pak te lufta për mbjetesë që është po as që fort sa ajo për titull. Për shumë që Llapi prap rrezikon. Nuk e di, edhe pse gjendja në tabel është shumë keq, prap nëse krahasoj me Ferizajin për shembull edhe me Prishtinën e re, prap besoj që kualitet brenda grupit ka ma shumë Llapi, edhe pse kjo nuk po përkthehet në rezultate. Kështu që po besoj që ndoshta prap në fund Llapi arrin me shumë vështirësi me siguru mbjetesën. Për barazh s'po di, prap është shumë problem me thonë diçka konkrete për shkak se po Drenisa që është e fundit edhe Llapi që është në vendin e 7 i kanë veç 2 pikë. Po. Do me thonë është shumë problem. Një fitore ndryshon. Po, një fitore ndryshon gjithçka, po nëse folim për cilësi mrena grupit, atëherë po besoj që Llapi arrin me siguru mbjetesën, po për shumë që veç fakti që ki cilësi nuk ta garanton që ti keme pas rezultate. Llapi është skuadra me pas pak të fitore në Superligë, ka veç 5 fitore. Për 22 ndeshjeve ka 5 fitore, ka barazime ma shumë. Kjo ja mundësën që me konë para këtyne tjerave. Nëse shikon që ja ka nis vjeshtës, Llapi në kup ka performu mirë, e ka eliminu Dritën, eliminoj edhe Malishevën, po në kampionat i ka morë veç 2 pikë, ma keq se ta veç Drenica ka performu. Shumë ma mirë ja ka nis Prishtina e re dhe Ferizaj. Prishtina e re i ka morë 7 pikë për fundit, veç u hin vallë nuk është ma e fundit kur të menojsh, ndërsa Ferizaj ka morë 4 pikë, 2 ndeshje i hupi, po ndeshjet e fundit të përsi me një fitore dhe një barazim në klin. Nëse e she e curin, tash Ferizaj dhe Prishtina e re t'jepin ma shumë sinjale pozitive që mund me marrë pikë në vazhdimsi. Drenica 3 humbje rradha dhe pas barazimit gjërën e parë të pranverës, e she Drenicën e shë të rrezikume, ku më thonë edhe atëherë e shë shumë të rrezikume. Nuk më besu që Prishtina e re arrin mu kap kaq mirë, kjo edhe për merit që ndeshjet për luajnë atë stadiumin e tyre që po besoj nuk është duft me luajtë.
sepse nuk i plotson kushtet, po ekipet e tjera kur pranojnë me lu, kush jena na, më thonë se për shkon me lu. Tapetin e njëjtë, ka si me këtë stadiume Po tjera, tapetin po ka një gjys tribune, kanë ma Po, shumë, ka kështu pije. që s'mujnë mi anëzon kryt ngosht heq. po, Ka ndodh ai rast që u dola në tela, po monat edhe në stadiume tjera artificiale ose mu rrugën muri tribunës ose po, se janë ofër, janë kështu që çështje janë edhe kështu që pa u bë ligji mos me pranu fusha me bori artificial, nuk mujnë ki që shëndalën, kështu që po. Llopi vazhdon me qenë i rrezikum, po besoj arritja gjysmë finales mundet me rrit motivin edhe me anis mu kthy pak edhe ka kampionate me menu, mi bo do pik, sepse që tha Bardhi, kvalitet ka, në ekip ka kvalitet, sidomos në sfushën sulm ka kvalitet shumë. E kjo ja mundson sidomos mbrana në Zair Pajaziti, është një teren që ata kanë pasur gjithmonë rezultate të mira, me fitu ndeshjet. Sa i përket pjesës nalt, Gjilani me Malishevën, e thash më herët që në kupë edhe janë veç në kampionat edhe kanë me bot pa mundur, mos të harrojmë, janë edhe 14 ndeshje bojnë 42 pikë, dhe me thonë, ma shumë pikë se që i kanë momentalisht, dhe 39 po lideri, po, janë dy ekipe që kanë kvalitet, mrenas Malishevën e po në kupë kënë avantaj me lapin 2 herë, po minutën 123 e pranoj një gol. Kvalitet kanë, mujnë mu shtymet e tonat, golaverojnë vile pas kanë 0-27, 27 i ka dhanë Gjilani, 27 i ka pranu, edhe Malisheva 30 i ka dhanë, 30 i ka pranu. Mujnë me rreziku Prishtinën, nështë edhe dritën e Ballkonin, po ma shqetsu se shë Prishtina i ka 7 humbje, disa për humbjeve që i kanë marrë, përveç që i kanë meritu mi marrë, disa për tyne, para një jave më për Gjilanit, për shembull, një ndeshje që nuk meritu në kur gjëheq, me dritën atë ndeshje që përmeni Bardhi nuk kanë meritu kur gjëheq, me Ballkonin 1-0 të fitur hupin 3-1, nuk e meritu kur gjëheq. Në Prishtinën e Re humbja. Me Prishtinën e Re 4-1 humbja, dhe me thonë i kido humbje, dhe me thonë që ti meriton me hup, se ti nuk performon as, nuk e jap maksimumin, e thash edhe me një emision një ditë ku kesh mësafer, që kanë herë të japin përshtypjen lejtar që nuk janë të dhënë maksimumin për fanellën, realisht janë të luajtur për klubin më të madh Kosovë, edhe pse shpivjen 5 vjet e fundit veç një herë ka titullin. E ka dhe kupën, ndoshta drita e Ballkonit kanë ma shumë diçka në 5 vjet e fundit, po mbetet klubi më i madh në vend, edhe nëse ty të ka mundësia me luajtur klubin më të madh në vend, edhe ki mundësinë për klubit për Prishtinës shumë ma shumë e ki mundësinë e madhe me dalë jashtë me lu, jepe maksimumin kur jem fushë, me unë e disa lojtarë, ta jepin përshtypjen, luftojnë, me bo gabim që Prishtina me marrë gol. Njëjtë ndodhe edhe me dritën, Po, e morën gol për një aksionit pa rrezik, rësimi shumë i lehtë, që në mbrojtje e pat sulmuesin kontroll, e lëshevi kontrollin, edhe pranun gol. Kjo po them që Prishtina ka ma pak diçka se drita e Ballkonit. Drita e Ballkonit jepin ma shumë siguri në lojë, domethënë ndoshta kanë herë se kanë problem me nxjerr barazim ose edhe me mollë fitore ku luajnë edhe shumë keq. Po. Ku luajnë edhe shumë, për shembull drita 30 minuta e fundit me Prishtinën nuk luajti më. Prishtina luaj kjo mënejke, po u dëkshin sigurt mrapa. Ai rasti sulmuesit 94-ën, një rast i Veliut ke pak ma herë, domethënë edhe pse Prishtina me thonë e dominoj, se s'ke për shumë dominim kështu. Po e menaxhoi lojën ma mirë, u rreziku veç 2 herë, domethënë e kjo me ndodhë në kundër të më menoj, që një ekip me sulmu Prishtinës ja bën 5 raste. 5 ja bën.
ka probleme. Balkoni mbrojtje, Prishtina. vazhdon me pas sulmin shumë të mirë. Po. Ka sulmin më të mirë në ligë, shënon rregullisht. Almir Kryezio super form, tash Giovanni Penimon, Serebia nisi mirë pa Karamje, po ka shënu Tolaj Po, dhe ka rritje në këtë sezon, me Sushurt mos flasëm, edhe dy humbjet që i buni me Ferizajnë edhe me Konhupi Malishevën. me Malishevën, po, dhe me prodhun patën loj, në shet që kanë ma shumë diçka. Tjerat, Dugagjinin kup, koncentrimin maksimal, në kampionat Dugagjini edhe Llopi që atu kanë 32 fokusuar piki me në ekipa e katërt. Dugagjini është po Pej besoj. fyme 14 lojve këshyrë mi fitu edhe 5 minimum edhe me konë qeta. Po. Edhe në kup ka më koncentru, Llopi është në kup, Ballkoni është në kup, edhe Ferizaj. Ferizaj është lajmi mirë që në kup, se Ferizaj qytet i madh, vitin e kalum kënë shumë gatë Evropës, edhe pse nisën keq ka fundi morën pikë, me 2 ndeshje në gjysmë finale, me këto ekipe, me Llopin, Dugagjinin, Ballkonin, po besoj që kanë me mujt me bo diçka. Nëse për shembull nëse i bjen Dugagjini ose Llopin ju japi gjosa 50-50. Po. Veç nëse të bjen Ballkoni, nashta Nuk je Ballkoni është favorit. ma favorit. Me këto dyja, domethënë ti do të me synu finalen. Çto e kam, domethënë 6, 7 dhe 8 janë gjysmë finalet kupës me liderin, edhe njona ka me si pas gjitha gjasat është Ballkoni nëse fiton ja mundësi venit 4 Po. për Evropë, po këto Nëse trija e fiton kanë këto trija, po, mesin veç 3 parat Po. për Evropë. po. Kështu që ka me konë shumë luftë e madhe, si për kup, se edhe për këto ekipët që janë të luftu në kup, ja determinon këtë sezonin, hra se arrin trofeun, se është një impuls i madh financiar, pjesëmarrja nga ora evropiane, kështu që po besoj që sidomos Dugagjini edhe Llopi kanë mu fokusu jashtëzakonisht shumë në kup, se Ferizaj normal, me qenë se u shku dhe në gjysmë finale dhe kjo ka me kërku me shku në finale a me fitu trofeun, po kur e sheh vetën shumë të rrezikum, mënët edhe me mos mu ni sigurt edhe Po. mos me dita mu fokusu në kampionat, se tek e fundit To dyja edhe janë nëse ma- fiton trofeun e bjen pe lige, Po. është dështim shumë i madh. Kështu që veç në kësaj ane e shoh pak në disfavor Ferizajin, shkaku i rrezikimit në kampionat, e shoh në disfavor në kup, në çfarë do varianti, po Dugagjini edhe Llopi kanë me luftu deri në fund për me shpëtu sezonin Përmes kupës. përmes kupës. A për ramje nga kategoria, me qenë se para se me fillu sezoni pranveror, Drenicën e kom pa pak ma naltë se Prishtina dhe Ferizaj shkaku i disa afrimeve, sidomos nga Shqipëria, lojtar cilësor, emrat njohur, konfirmuar. disa prej tyre kanë luajtur edhe në Kosovë, po edhe një trajner një emër i madh si trajner. Komenu që ka me qenë ma pak e rrezikume se këto dyja, por nisja e keqe ka bo me ndryshu mendim që do t'jetë po aq e rrezikume sa Prishtina e Re dhe Ferizaj për ramje nga kategoria, respektivisht për këtë pozitën e barazhit. Nëse të kishim vetë Ballkoni, Dugagjini, Llopi dhe Ferizaj, kush e fiton kupën, besoj logjikisht plot kishin dhënë Ballkoni. Ballkoni. Po kush menon ti kur e sheh që edhe Ballkoni është edhe në Luftë për titull në vend parë. Unë kone shoh fitus të kupës, besoj që Dugagjini e fiton kupën. Dugagjini se edhe është një skuadër që është shumë vështirë me mposhtë, ja shumë edhe barazim më 8. Ndeshjet vendas
Domethënë, s'po them është e pamundur se ka disa humbje, po është shumë vështirë me Drejt i Prishtina që kanë mujt 2 herë. me mposhtë. Musafi. Kështu që për jashtë të Ballkanit që dihet që është skuadër më cilësore, po nëse veç i rrezikohet kjo puna e luftës për titull, po besoj që Dugaxhini m'jep ma shumë impuls për me fitu kupën. Pasi që ka jashtëzakonisht lojtar cilësor, po edhe po para 4 vite, 4 vite. Ka 4 vite, 2021 nëse zgaboj me Llapin. Kalon finale, Në penalla. ka unë penalla, kështu që po besoj Në që finale e njëjtë mu përsërit. edhe në vitet e fundit u ka një ekip që i ka qëndru Stabil, mu që që theti Dugaxhini me Llapin janë stabil. Janë stabil në Super League, tash e kanë kriju stabilitetin, Ferizoj s'ka rrit hale me kris. s'ka kriju. E që kjo, Prej që u rikthy Super League te Ferizoj, që s'ka rrit me kriju stabilitetin që kanë për shembull Malisheva, Dugaxhini dhe Llapi është shumë vjet që bënë, po për shembull Malisheva e Dugaxhini janë stabil, që sa vjet. Më thonë, su një thu edhe kur të janis kampionati, Malisheva me Dugaxhinin rrezikojnë me ra, su një thot kërkush. Se janë 2 klube tash stabile, kanë projekte, e din ç'a dojnë, e din çfarë lojtar dojnë, e din mënyrën e lojës që luajnë, domethënë edhe në kontinuitet Dugaxhini luan futbollin e njëjtë që disa vjet, edhe Malisheva luan futbollin e njëjtë që disa vjet. Domethënë lojtarët kur i morën për nevojat që Malishevën ti nuk mënesh me po të umbrojt. Me kënd të Malisheva kam ja bo rastet. A Dugaxhini është të umbrojt, po në zënë kundër sulm të shënën. Domethënë është shumë problem kur të mbrohet mirë, që është që mbrohet me 10-11 veta, po kur del në sulm ose në goditjet këndit, ose është shumë e rrezikshme. E Ferizoj, si kur të 2 vite, edhe shumë ndryshime, nuk është e qartë. Po, në lojë që shpo dënë, filozofi, qaja. Edhe trajnerat kur i ka ndrue shumë që e ka morrë një trajner që është ma i prirur me lumbrojtja, një trajner ma sulmusta, edhe ndryshimet kur i kanë morë faktikisht në lojën e njëjtë trajnerit, lojën e njëjtë lojtarëve, transferime, sistemi. Kështu që kjo, për që ata thashe ma herët e disfavorizën, po normal është ekip i respektuar edhe nuk është çuditje se arri finale. 2 herë janë kon finale. 2 herë më janë kon finale. Këta ne janë kon me Trepsin 89, hupin 3-0. Edhe ne me Prishtinën hupin penallti. Nëse është e treta e vërteta për Ferizoj kësaj here, ishte interesant, është një qytet që e don futbollin, është qytet i fort ekonomikisht, një klub e kanë Super League, po në Ligë të parë kanë 3 klube, domethënë futbolli atje është në rritje. Dinamo, Tevfik Çanga dhe kanë 2 pas kanë. Jo, kanë Ligë 3, më duket. E shet që ka rritje. Edhe Ferizoj, tani që ata në po, ja, ku kanë Ferizoj, po jo, këto 2-ja. E shet që futbolli është në rritje edhe ka talentat mirë, në lojtar që luajnë mirë futboll. Edhe pse jo Ferizoj me shku në finale nëse nuk kish rrezikuar mbijetesën. Se unë po mendoj ma mirë është me me Super League se edhe unë thash, edhe nëse e fiton apet e bjen për ligë, apet sezoni është i dështuar se jenë Ligë të parë. Ligë të parë nuk. Është interesant se janë 3 ekipe që njihen edhe për tifozëri të flak, për nuk janë qytete që futbollin nuk e kanë, domethënë diçka që përjetojnë shumë, po janë 3 qytete që futbollin e kanë shumë për zemër, edhe po besoj kjo kish luajtur rol shumë të madh nëse potencialisht njëna prej këtyne 3-jave tash ish përball me Ballkanin në finale. Bimza tha Dugaxhini, po pajtona edhe se nëse marrë parasysh situatën në tabel, rezultatet që i kanë këtë sezon, normal Dugaxhini është pak më i favorizuar se Llapi edhe Ferizoj, po prap nuk i dihet, për shkak se të 3-jat më tash për dim janar deri këtu krejt kanë qef me fitu trofejon. Nëse tash tham Ballkani normal është logjikisht favorit, po nëse e kisha përmend edhe një ekip që kish mujt me bo befasinë edhe me fitu kupën, edhe po besoj një si shkumbini që Dugaxhini.
Ballkoni. Po, balkone. Në vëllon që Ballkoni Nuk- me 2 loj, Nuk e dhone. në finale. Shovish, a bëde në më Ballkoni me veç rikapitulu pak Po, se... veç nëse Bën s'po di. rotacion shumë, bravo, si rotacion, lapi me Po, dritën. orari i bjen orari se këtu luan mes javë, në Po. fund javë ka ndonjë ndeshje No. tepër të rëndësishme, mundet me bërë rotacion. Me vendos. Po, me pushu Ballkonin se- e shë nuk e ka fitu kupën e ka fitu një. E ka I e ka fitu. fitu me Prishtinë. Ka fitu, Prishtinën, penalli. 2-2 po, në Ferronikel. Drenas. Nështë ta për herë dytë kanë qef me pas 2 herë kupën. Fitusi kupës në Për fund një thirrje tifozët futbollit ndilën luhet derbi ligës të parë Liria me Ushtren. Është një prej ndeshjeve më të mira këtij sezoni kam e kon po besoj. 2 trajner shumë të njohur dhe shumë të respektuar, Ismet Munishi me Lirinë edhe Armen Dallko me Ushtren. Ma dhe dy është futbolist të mëdhej. Po, luajnë me 2 klube shumë të rëndësishme të futbollit kosovar, 2 klube të mëdha, kampion vitet e shkuara, votrat futbollit, po, si për talente, si për tifoz, presum që ndilën me konë një spektakël i futbollit, është një stadium që i plotëson kushtet më shumë se shumë stadiumet të Superligës, ka vend për tifoz edhe shpresojmë që kamë na dhënë një shfaqje të bukur edhe pasi liga e parë si vjet qysh është Superliga, lufta për titull për mbjetesë njëjtë është në ligën e parë, veç numri skuadrave është më i madh. Po, 7 vendet i kanë diferencën. 4 pikë. Po. 4 pikë, domethënë e kem Rami Sadikun pianisi për fundet që bën futboll shumë të mirë për shumë njerëz futbollit më të mirë në ligën e parë, me lojtarë shumë të ri. Pastaj Trepshen 89, Dinamon, Lirinë dhe Ushtrin e përmenëm, Vllaznimi është aty, domethënë edhe Ferronikli është kampion. Ki klube me emën, po loja e kësaj jave është në Prizren edhe është Liria dhe Ushtrin. Po besoj që kanë qenë spektakolare. Edhe unë po besoj edhe veç në i metët shikuzve me dhëmë sa ma shumë mbështetje se cili klubit qytetit edhe me vazhdu me masovizu sportin e veçanti futbollin pasi që klubet ka nevojë për tifozeri. Normalisht. Pasi që tash për shumë që çdo sukses mund me të ngrit shumë lart në arenën ndërkombëtare, edhe pse jo me një ku 5 vjeqare, eventualisht 10, se s'po besoj që mujna ma herët, me ekipët tona mu zhvillu ka shumë sa me pretendu edhe grupe të Ligës Kampionëve dhe befasit këndshme si e Bodo Glimtit. Domethënë një histori që pi dëgjojmë vit pas vitit. Po këtu normalisht që vinë edhe me përkraje edhe të tifozerive. Normal. Drita Ballkonin e thamë kanë rrit standardin, tash besoj që krejt tentojnë Ne erë Europa Ligën Po. tani edhe Ligën e nuk është Kampionave. tash veç me marr pjesë në ligë, veç me siguru mbjetesën, po tash secili ekip, po besoj që kur të fillon sezoni e ka objektiv gallat evropiane për shkak se di tash edhe fitimet, çu e përmendëm edhe më herët, fitimet janë jashtëzakonisht mëdha që pastaj ndihmojnë ty me kriju një bazë që në Super League masanej sezonin e ardhshëm ose qoftë atë sezon me pas një ekip stabil edhe të mirë. Edhe infrastrukturë. Normal, Normal, kjo ajo është kryesore, do të me menu klubët edhe fitimet që i morën nga gara ndërkombëtare me investu edhe në infrastrukturë, në administrat, Po, mi rrit. në fuqi punëtore, Mi rrit klubi. me rrit klubi, me rrit stafin, pasi që na e tham Anglin kur e përmenëm Ligën Premier, këtë klubët kanë fillu edhe trajnera me morë për goditje standarde veç për rivënje ansore, rivënje kondore, këtu të na ende ka klube pa video analist, ose veç me një ndihmës trajner, kështu që është shumë e nevojshme me investu në staf, trajnera, domethënë staf të fizioterapeuta, mjekëve, nutricista, Gjithçka tjetër Gjithçka. që ka nevojë klubet. se veç ashtu bumi serioz edhe veç ajo në fund të shpaguhet me sukses nga ora ndërkombëtare. Kështu. Le të shpresojmë që të gjitha klubet i arrin objektivat e veta, po
Normalisht dikush gëzohet ma shumë, dikush ma pak, dikush i dhënohet. Po me rëndësi ecuria e kampionatit me shku qysh është mas miri edhe në fund se cili Edhe me shku bara afer, po besoj që është lësorja. Në atë kontest po dhëm që në fund se cili fitus me koni meritum, respektivisht se cili homës me pranu e fushës. Normalisht. E na Shimi nuk na met kur gjë tjetër veç fillimisht me falenderu sponsorin tanë X-Fis që mundson podcastin Arena Yjeve dhe ju shikues të dashur që nuk na lën neve atë asnjëherë. Ju falenderoj shumë dhe shihemi në javën e ardhshme. Shihemi javën tjetër.